Atmosfera në grup është shumë pozitive dhe gocat e reja që janë bashkuar e ekipit këtë vit janë përshtatur shumë mirë me grupin, gjithashtu edhe seleksionimet reditorëshe përpara grumbullimit na ndihmuan që të lidheshim sa më shumë me njëra tjetrën dhe të njihnim akoma më mirë cilësitë e njëra tjetrës në fushë. Në këtë grup ka elemente shumë cilësore dhe vajza që premtojnë shumë për të ardhmen. Shpresoj që edhe këtë grumbullim secila të shpalosë ato cilësitë e saj më të mira dhe të na ndihmojnë patjetër në kualifikimin në Ligën A. Si çdo vit tjetër, objektivi i ekipit tonë është ngjitja në Ligën A. Jemi në grup me Çipron, Lituaninë dhe Zvicrën, janë kundërshtar të kalueshëm për ne. Nuk duam të bëjmë premtime të parakoshme, por me këtë grup që kemi shpresojmë të marrim rezultate pozitive. Shpresoj ta ndihmoj sa më shumë ekipin në këto 3 ndeshje, gjithashtu do vazhdoj edhe rrugtimin tim në ekipin A. Atmosfera është shumë e mirë, jemi duke u përgatitur për këto 3 ndeshje, t'japim më të mirën dhe të marrim 3 fitore. Ka cilësi, por që duhet punojnë sa më shumë që të arrijnë drejt suksesit, që të kapin edhe kombëtaren e madhe, pse jo. Objektivi është që të marrim fitoret dhe të ngjitemi në Ligën A dhe të paraqitemi sa më mirë, të bëjmë një paraqitje dinjitoze. Në aspektin personal është që t'jap maksimumin në këto 3 ndeshje, të cilat do më shpërbej edhe për në vazhdimsi. Të arrij sa më lart dhe të bëj paraqitje sa më të mira si me ekipin ku luaj vllaznin dhe me ekipin kombëtar, por edhe në vazhdimsinë shohim çfarë na vjen e ardhmja.